Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë të ditur se një pjesë e marrëveshjes për paqe në Ukrainë është tashmë e dakorcuar me presidentin rus Vladimir Putin përpara një telefonate të rëndësishme mes tyre, e cila do të zhvillohet të martën në mëngjes. Në një postim në Truth Social, Trump theksoi se pavarësisht një marrëveshje e paraprake në parim, ende mbeten shumë çështje për t'u zgjidhur. Ai ngriti shqetësimin për numrin e lartë të viktimave të luftës, duke theksuar se çdo javë humbin jetën rreth 2500 ushtarë nga të dyja palët dhe se ky konflikt duhet të marrë fund sa më shpejt. Trump shpreu besimin se biseda e tij me Putinin mund të ndihmojnë në avancimin e negociatave për një armëpushim dhe një marrëveshje paqeje afatgjatë. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Putinin për zgjatjen e luftës dhe deklaroi se një marrëveshje mund të ishte arritur shumë kohë më parë, duke vënë theksin te kostoja njerëzore e konfliktit. Ai theksoi se çdo ditë lufte sjell humbje të reja jetësh dhe se është jetike që palët ndërmarrin hapa konkret drejt paqes. Sidoqoftë, brenda administratës amerikane ka pasur mospërputhje mbi nivelin e vërtetë të përparimit të bisedimeve. Nga ana tjetër, Britania e Madhe dhe Franca i kanë kërkuar Kremlinit të japë prova konkrete për gatishmërinë e tij në arritjen e paqes. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë është treguar më optimiste, duke deklaruar se paqja në Ukrainë nuk ka qenë kurrë më pranë se tani. Trump konfirmoi se në diskutimet e ardhshme do të shqyrtohen çështje që lidhen me territorin, infrastrukturën energjetike dhe ndarjen e aseteve strategjike, duke lënë të kuptohet se negociatat mund të përfshijnë kompromise të rëndësishme mes palëve.